Në orët e mbrëmjes së ditës së shtunë është përfshirë nga zjarri një klasë në shkollën 9 vjeçare Salo Halili të qytetit të Shkodrës. Janë njoftuar zjarr fikse të cilat ndërhyjnë dhe arritën të izolojnë përhapjen e flakëve. Me arsyeën e mosdëmtimit të provave në vendin e ngjarjes, policia nuk lejoi që operatori i televizionit të filmojë në mjediset e brendshme, ku kishte rënë zjarri, por vetëm në mjediset e jashtme. Në këto kushte u drejtuam për tek shkolla Salo Halili para drekën e ditës së diel. Nuk kishte njeri, ndaj u detyruam të kontrollonim vetë për të gjetur vendin ku kishte rënë zjarri. Nga dy dritare në pjesën e pasme të shkollës në katin e parë dalloheshin që larg shenjat e zjarrit, ndaj dhe ju afruam me kamerën tonë. Siç shikohet, zjarri kishte përfshirë një klasë duke e shkrumbuar libra dhe bazë materiale që ndodhej brenda saj. Flakët e zjarrit kanë tentuar të përhapen edhe në klasën tjetër, por duket se ka qenë ndërhyrja e shpejtë e mjeteve zjarr fikse që ka bërë të mundur shuarjen e tyre. Megjithëse është dërguar gjatë natës një grup hetimi për të verifikuar rreth shkaqeve të këtij zjarri, deri tani nuk është dhënë asnjë informacion as nga policia dhe as nga bashkia, e cila përgjigjet për administrimin e godinave të shkollave. U interesuam për këtë rast edhe në drejtorinë rajonale të arsimit Shkodër, nga ku mësuam se që në momentet e para, kur kishin marrë njoftim, ishin dërguar përfaqësues të saj në ngjarje. Për saksi, ata sqaruan se klasa e përfshi nga flakët i përkiste kopshtit të fëmijëve që funksionon pranë kësaj shkolle, ndërsa për shkaqet duhet pritur raporti i grupit hetimor.